Fakt punës operative të bërë nga strukturat e seksionit për hetimin narkotikëve në Qendrimin Vendor të Policisë Tiranë është organizuar dhe finalizuar operacioni policor drejtimi, gjatë të cilit u parandalizuan dhe u godit një rast i tentativës për trafikim të drogave të forta në sasi të konsiderueshme. Në kuadër të operacionit u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrant i shtetasëve Mirland Herri, 51 vjeç, banues në Maminës Durrës, Lufim Hoxha, 41 vjeç, lindur në Dipër dhe banues në Maminës Durrës. Nga ana e seksionit për hetimin dhe narkotikëve, u siguroi informacione në rrugë operative se dy shtetas do transportonin një sasi të konsiderueshme lëndëve narkotike në zonën e Treshit në afërsi të një shtulla 3 në Durrës. Mbi bazën e këtyre informacioneve, u organizua në një kohë shumë të shkurtër dhe u finalizua operacioni policor i koduar drejtimi. Gjatë operacionit në rrugën Kastriotët është konstatuar automjet tip Benz Mercedes me dy shtetas të dyshuar të cilët po transportonin këto lëndë narkotike. Shërbimet policore të seksionit për hetimin dhe narkotikët kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar automjetin dyshuar. Gjatë kontrollit të ushtruar në pronësi të automjetit, shërbimet e policisë kanë evidentuar një çantë në cilën të cilës ishte 7 pako me lëndë të dyshuar narkotike. Konkretisht, 4 pako lëndë narkotike heroin me peshë 2 kg me 103 gram, si dhe 3 pako me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë 3 kg dhe 120 gram, gjithsej 5 kg me 224 gram heroin dhe kokainë. Menjëherë, është bërë shoqërim këtyre shtetësve në Qendrimin Vendor të Policisë Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale ku ka rezultuar se këta shtetas do të transportonin këto lëndë narkotike në drejtim të Durrësit. Veprimet vijojnë në bashkëpunim me Provurinë për evidentimin e shtetësve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Dhe në këtë kuadër mund të bëjmë me dije detaje të tjera rreth këtij operacioni. Ky operacion është në bazën e operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluar nga strukturat vendore të Policisë Tiranë për goditjen dhe shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ku jo më lart se 2 javë më parë u kapën dy shtetas me 250 gram kokainë, si dhe gjatë 2 javëve të fundit janë finalizuar disa operacione për kapjen e personave në rrokim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ato që qarkullojnë të armatosur ku ishte përfshirë edhe disa shtetas tuaj. Gjithashtu, nisu në një rast shumë i prerë për një përplasje me armë të ftohta të rreth 28 persona të mitur, nga mosha 13 deri 17 vjeç, fal marrjes në kohë të informacionit, angazhimit maksimal të komisariatit nr. 6, si dhe forcave operacionale shqiponja të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, u bë mundur që rreth 72 orë nga verifikimet e bëra dhe nga struktura e hetimit të timit kriminalistik në Qendrimin Vendor të Policisë Tiranë dhe informacionet e marra nga shërbimet të rreth të evidentoheshin dhe të parandalohej një ngjarje shumë e rëndë kriminale me pasojë fatale për jetën e të miturve. Falenderojmë të gjithë shërbimet policore për punën profesionale të bërë për parandalimin e këtij konflikti. Njëkohësisht, përfitoj nga rasti të drejtojmë prindërve që të bashkëpunojnë me inspektorët e policisë së zonave dhe patrullat e përgjithshme që janë në terren për çdo rast të dyshim të konstatojnë të fëmijët me qëllim ndërhyrjen në kohë për pandaluar ngjarjet me shmëri të lartë shoqërore. Të nderuar qytetarë, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë mbetet e angazhuar maksimalisht dhe ka të gjithë kapacitetet për të garantuar rendin dhe sigurinë, si dhe për të luftuar çdo palishmëri, por e vetme pa ndihmëtuar ky mision i shenjtë do ishte të cunguar. Ndaj, denonconi në kohë pranë strukturave të policisë në numrin 112 për çdo rast palishmërie. Na mbështesni dhe besoni akoma dhe më shumë. Së bashku të garantojmë një ambient akoma më të sigurt.